Bashkia e Vlorës, në bashkëpunim me klubin e futbollit Flamurtari dhe klubin Shumë Sportësh, ka organizuar me rastin e 14 marsit, ditës së verës, aktivitetin Kupa e Verës, gjithçka nën kujdesin e veçantë të kryebashkiakut Ermal Dreda, ndërsa ky trofe bëri bashkë fëmijët e Vlorës, por edhe të Fierit, Lushnjës dhe Ballshit. Një atmosferë mjaft e bukur dhe festive ku morën pjesë edhe legjendat e futbollit në Vlorë. Një urim të përzemërt për ditën e verës ka ardhur në këtë aktivitet nga kryebashkiaku Ermal Dreda. Dreda theksoi se ky aktivitet mund të cilësohet edhe si çelja e sezonit veror. Gati 300 fëmijë dhe 16 skuadra morën pjesë në këtë garë, ndërsa shkëputja e të rinjve nga interneti dhe për të drejtuar atyre drejt sportit dhe mësimeve duhet të jetë gujda e jetës për çdo fëmijë, tha kryebashkiaku Dreda. Sipas tij, fëmijët duhet të kenë një vizion të qartë dhe një jetë sa më të shëndetshme. Të nis me një urim special gëzuar festën e verës gjithëve, qoftë verë në shtëpitë tuaja, në zemrat tuaja dhe të dashurit tuaj. Vetëm gëzuar dhe gjithashtu jam shumë i lumtur që sot paktën e pushuan pak këshill. Jemi pashi sot sepse kështu e meriton edhe kjo ditë që është e veçantë. Pak më parë Viola tha që është ditë pagane, në fakt është ditë feste për ne. Është edhe një farë mënyre çelja e sezonit pak a shumë, sepse vera në Vlorë ka filluar në fakt që në shkurt të vit, me thënë drejtën, por meqenëse simbolikën e ka kjo datë, ne do të referohemi gjithmonë datës 14. Dua të falenderoj në mënyrë të veçantë klubin Shumë Sportësh Flamurtari, Lonën, patjetër këshilltarin Titu Sajmirin, kanë bërë një punë të shkëlqyer që të bëjmë bashkë tu gati 300 fëmijë, që nuk është pak, edhe ku ka mirë se ta fillojmë me sport të ditë veçantë, që ne e quajmë dita e verës. Janë 16 skuadra që luajnë sot këtu dhe jam i sigurt që Vlora do fitoj padyshim, apo jo? Si e kemi vendosur këtë radhë? Më i miri, dakor. Unë ju uroj suksese, do ta ndjekim me këshëri kush do të jetë fituesi, ta gëzojmë gjithë bashkë, ta festojmë gjithë bashkë, e të ecim gjithë bashkë përpara, vetëm sport, sepse është vetëm një mënyrë që të forcojmë vullnetin të rinj tan dhe të shkëputim sadopak nga ato që ne themi shpesh, nga interneti, nga kompjuteri, nga celulari, sport edhe mësime. Këto të jenë ato pjesët që janë edhe gujda për jetën tuaj. Forconi jetën tuaj, të keni një vizion të qartë, që ta çoni përpara dhe të jeni të shëndetshëm për të pasur një jetë sa më të mirë. Faleminderit shumë. Ka përshëndetur aktivitetin edhe këshilltari për sportet i kryetarit të Bashkisë së Vlorës, Sajmir Axhiu. Sipas Axhiut, ky është aktiviteti i parë ku mblidhet e gjithë Vlora bashk. Të dashur fëmijë, të nderuar kolegë trajner, të nderuar prindër të fëmijëve, faleminderit që jemi të gjithë bashkë dhe jemi mbledhur si asnjëherë tjetër në këtë festë të ditës verës. Prandaj kemi quajtur dhe Kupa e Verës. Unë sapo i thash kryetarit të bashkisë, ka disa kohë në fakt që kryetari unë kam dëshirë të organizoj një aktivitet të tillë, edhe me njëherë më tha që Samir, ç'a preta, ti e di që unë kam qejf këto gjëra. Aq doja dhe pastaj të filloja dhe të merresha me organizimin, sepse sigurisht shfrytëzova faktin që kam kolegët e mi këtu dhe të përfaqësohemi. Kryetari unë po zbuloj diçka. Ky është aktiviteti i parë ku mblidhet gjithë Vlora bashkë. Domethënë ka vite që nuk bëhemi bashkë, nuk bëhemi bashkë të gjithë. Unë ju falenderoj edhe një herë dhe dua të falenderoj Klubin Futbollit Flamurtari Zoni Drizi, po dhe Labërin, e cila na hapi derën për të zhvilluar këtë aktivitet të rëndësishëm. Fitoft më i miri dhe në kupat e tjera u mbledhshim. Për ekipet pjesëmarrëse u shpërndan edhe certifikata, mirënjohje dhe vlerësimi. Në këtë aktivitet veç sportit, pati edhe shumë entuziazëm tek fëmijët të qytetit të Vlorës, Fierit dhe Ballshit, që ishin të pranishëm.